It's Girl Talk Tuesday. Let's talk relationships. Sot kemi me fol për lidhje. Mënyra ma e mirë për me janis që të seri të kontentit në TikTok, mu dok me janis me fol për lidhje. Plus e pata që tash për vjetorin e lidhjes me banartin, i kemi bo 5 vjetë së bashku. Kështu që tash pse mos një tregu qka ka funksionu për mu, qka unë menoj që janë dësane të duhura me u bo në lidhje. Edhe ja, veç eksperiencën tam. Kur ja kom nis lidhjes, i kom pas 21 vjetë, që tash kur e kujtoj veten që atë kohë, thom, o zot, sa e vogël, edhe sa ndryshe kom menu këtë në herë, kështu që gjatë qësaj lidhje jom rrit edhe jom pjek shumë. Menoj që kur ta ki partnerin e duhur, gjithqysh ki me glow. Njëjta vlen edhe nëse nuk je në lidhjen që është ashtu the right one për ty, që diqysh të konsumon edhe që ajo energji mandej vrejhet prej teje. Kështu që sani i parë edhe ma i rëndësishme në ashta për mu, është me pas dikon që të suporton, që të kupton, edhe sidomos nëse je femën që je shumë e orientume në karrierë, nuk mundesh mu konë me dikon që nuk i përkra ëndrat e tua. Jo veç me ti përkra, po edhe me të ndihmu që ti me mri sa ma shumë. Menoj që kjo energjia femrore dhe mashkullore luajn rol shumë, edhe për mu konë ti fulli në energjin tonde femrore, duhesh me pas afër një mashkull që ka vetë besim e para e punës. Unë menoj që pse lidhja jam ka funksionu, është se banarti o konë gjithë shumë i sigurt në vete, edhe në ka besu mua dhe i ka besu lidhjes 100%. Në momentin që një mashkull nuk ka vetë besim, edhe tutet që i preket ego, atëherë ndikohet edhe prej tjerve, edhe prej fjalve, edhe nuk të beson, edhe vinë krejt këto sane tjera. The next thing, menoj që duhet me gjetë dikon që të përshtatet edhe në lifestyle, edhe në preferenca. Nuk e di a mundet me më marë për catch që kje që po du me thonë që tash, po menoj që hala ka plot lidhje që hala ka plot qifte që bohen qifte pa i pëlqy shumë njëri tjetri veç pse janë të supozum mu kohen qift se ka ardhë koha ose mosha ose se qaj personi tjetër partneri jot po do këtë mirë para shoqnis tonde, para familjes tonde, që për mu është sani ma i gabu që ekziston, nuk e di a ka naj san ma të merë që mu është mja bo vetës edhe personit që e ki ofër. Menoj që kjo është një una prej arsyeve që mandej përfundimi është me tradhti, sepse plot kjo nështë është pak ma shumë për meshkuj se për femna, po krijojnë lidhje ose rrinën lidhje veç pse në konë që një kohë gjatë, sepse e ki dikon të mirë ofër, por nuk mjafton veç qajo. Nëse nuk i ki preferencat e njejta, nëse nuk jeni tu knaq bashk, ty të vynë gjithqysh me pas edhe na i shok me vete për mu knaq, nuk jeme the right person. Kjo që apo thomone, dalon prej qiftet në qift, se gjithkush e ka ndryshe formën e knaqësis, ose hobit, ose aktivitetet që ju pëlqen me bo bashk. Nështë ta për na i ka nështë knaqësi veç me najt në shpe, ose me lexuit, ose në minë që jem të folja ashtu veç për medalje, ose udhëtime, ose qka do. Po veç me nejt që shumë e rëndësishme me pas offer dikon që të përshtatët në qatë lifestyle. Që ti mos më konë mandej non stop të menu që jetu miss out, ose që si jetu mujt me bo diçka veç për shkak të partnerit tënd, ose partneri jot me lyp non stop me dal veç me shoqni, mos më konë ti e përfshime. Thjesht zgjedheni njerin që doni me kalu jetën me ta për pik qefit juj, pa u ndiku prej asni faktori tjetër. Please. Ka kalu koha që duhesh me pas dikon se po të dikush që shumë i mirë është që kjo, ose shumë i mirë është që kjo qik, ose pse familjes tonë dhe për pëlqen, ose, I don't know. Edhe familja, edhe shoqnia, edhe krejt duhen më konë happy, nëse ti je happy me këndo qoftë. Tjetra këgja klishe me thonë, po shumë e rëndësishme, respektojeni vetën maksimalisht, nuk ka mju respektu jo partneri, po kërkush tjetër nëse ti se respekton vetën. Menoj që femna gjithqysh duhet me pas një punë vetën, ose një hobby vetën, ose thjesht me pas diçka që ja mush për ditshmërinë dhe rutinën. Edhe jo mu konë të prit mu mbar veç prej mashkullit, edhe nuk jem të fol veç në anën financiare, jem të fol edhe kështu, mos mu konë dependent për të sen
veç të partneri jot. Menoj që edhe mashkulli ka me të respektu shumë ma shumë kur ti je e zoja vetës, kur ti ki punët e tua, kur nuk je veç të najlë shpet dhe të prit kur po kthehet për me të bo dita pak ma interesant. Jo, duhesh me pas sanet e tua. Qela dritaren mundet mu dok pak ma zhurmë qitash, po the next thing që do është ta me thonë, mos falni sanet që nuk janë për mu falë për asni arsye. Heq, as pse jeni kohë në lidhje që shumë vjetë, as pse mundeni mu kohë të martun për shkak të fëmijëve, është jeta e juj në pytje, kështu që veç nuk ja vlen në asnjë rast. Menoj që shumë, jo veç femna, është edhe meshkuj, po kryesisht femna e bojnë që të gabimin që vendosin me falë një san të pafalshëm veç për shkak të rutinës. Edhe për një më është shumë e vështirë ashtu kur mësohesh me një njeri non-stop, është vështirë me ndru rutinën. Po janë mandej edhe shumë vjetë tjera në pyetje që duhesh mi kalu me po qatë njëjtin njeri që të ka tradhtu. Unë jam e bindun që një njeri që për një me të don edhe të vlerëson si njeri nuk mundet as me pru vetën ashtu me të hup edhe mos me të pas njët. Kështu që veç duhet mja kujtu vetës qatë sen, edhe your worth, edhe mos me lshupe. Mos me falë sana që s'duhet mu falë. E tash për me dalë pak prej kësaj anës negative se mdoket veç sana që s'bën. I thash deri tash çka bën dhe çka duhet mu bo, është me jap effort në lidhje edhe nëse kanë kalu disa vjet. Siç në fillim për shembull është shumë më e lehtë ashtu se çdo sen është më exciting, po tepër important mos me harru që edhe mas një kohe duhesh hala mu munu për qatë njeri që e ki afër. Me planifiku cute dates, udhtime, ose najtë dalme, ose çka do që për juve është fun, po veç mos mu bo ashtu lazy në lidhje. Na për shembull, unë edhe banati kemi tepër të rëndësishme edhe të shajt qëtë quality time. Non-stop munohemi me planifiku dates, për shembull gjatë ditës dytë jena tepër të ngarkum, po në mramje gjithë munohem ja me këshyr naj film, ja për shembull me dalë me naj darkë për qëna dytë. Mandej udhëtimet janë tjetër sana, ato janë ashtu edhe ma special, e që për mu që ato janë taman love language. Dhe qysh mdoket që kur je ashtu me naj udhëtim, është taman asi bonding time, se të dytë jeni në disponim, plus jeni me një vend tjetër, se di, mu për vetin pëlqen shumë me udhëtu për shembull veç në dytë. Knaqem tepër shumë edhe kur jemi me shoqni, kur shkojmë ashtu me naj grup kudo, po më pëlqen shumë u kone edhe veç në dytë. Po mdoket që e kom zgat këgjasi shumë që të video, kështu që qëto kanë disa prej saneve që për mu janë ma të rëndësishmet në lidhje. Nështë edhe jom tu haruna i san, ka plot faktore ashtu që e bojnë një lidhje healthy edhe të mirë. Po, si dihet, might do part 2, nëse ju intereson hala ma shumë rreth kësaj teme. Make-up s'është që e kom bona i qysh sot, se ma shumë kesh e fokusume të bo muhabet. Po, ja, që kjo është po ashtu me make-up për sot. Bye!